Përshëndetje. Sot kam vendosur me përgatit tiramisu, ëmbëlsira më e preferuar e të gjithëve. Nëse dëshironi të dini se si e përgatisun, atëherë të shikojmë videon deri në fund për ta kuptuar sekretin e kësaj recete shumë të shijshme. Së pari, për të përgatitur recetën, na duhen 4 të kuq të vesë, vetëm të kuqin e vesë. Këtu do të hedhim sheqerin, 1 gotë sheqer. Gota i ka 200 ml dhe 1 pako sheqer vanilje. 4 të kuq të vesë, 1 gotë sheqer dhe 1 pako sheqer vanilje. Do t'i rrahim së bashku me mikser derisa vezët të fillojnë të zbuten edhe të trashen. Do ta ndryshoj ngjyrën duke i rrahur me mikser. Për së paku 5 minuta, do t'i rrahim kështu me mikser. Pas 5 minutave, do t'i kemi gati. Tani, tek vezët, unë do të hedhi këtë kremin që po e shikoni këtu. Mund ta gjeni si mascarpone. Është krem për përgatitjen e tiramisuve dhe shumë ëmbëlsirave të tjera. Kremin e hedhim tek vezët, 250 gram mascarpone. Tani, kremin edhe vezët së bashku do t'i rrahim me mikser për 3 minuta, derisa të bashkohen mirë veza dhe kremi. Dhe pasi që e kemi fituar këtë masë, kremin pas 3 minutave e kemi gati. Do ta largoj anash. Tani në këtë enën këtu, do të hedhim krem hopla, ose krem pana, ose çfarëdo lloj kremi tjetër për ëmbëlsira, 500 ml. Është një ëmbëlsirë që e përgatisim shpejt, sepse përgatitet pa pjekje dhe vërtet bëhet shumë e shijshme. Tani vazhdojmë edhe kremin e bardhë, po e rrahim mirë me mikser për 5 minuta, ose derisa kremi të fitoj trashësinë e duhur. Kremi duhet të trashet mirë kur e rrahim me mikser dhe të duket kështu. Kremi është gati. Tani kremin e verdhë që e përgatitëm me vezë, do ta hedhim te kremi i bardhë. Dhe kështu do t'i përziejmë dhe do të fitojmë një masë homogjene dhe të gjithë përbërësit do t'i përziejmë mirë. Vazhdojmë me lugë, i përziejmë mirë të dy kremat dhe kështu do të fitojmë vërtet një krem shumë të shijshëm, që e bën edhe shumë të shijshëm tiramisun. Pasi që e kemi përzier mirë kremin, atëherë është gati. Kremi duhet të jetë i trashë kështu. Për këtë recetë na duhet edhe kafe espresso ose Nescafe klasik që e kam përgatitur më herët. Për këtë recetë na duhen edhe biskota për tiramisu. Unë do të përdori 350 gram deri në 400 gram biskota, edhe pse tiramisun shpeshere përgatis në tepsi katrore. Kësaj radhe kam vendosur me përgatit në tepsi të rumbullakët. Prandaj edhe biskotave doja largojmë pak anët, kështu, me thikë, kështu e kemi më të lehtë që t'i rendisim në tepsi të rumbullakët. Kështu do t'i bëjmë vetëm disa biskota, jo të gjitha. Pastaj kjo është tepsia ku unë do të bëj edhe renditjen e biskotave, por së pari, secilën biskot duhet që ta fusim në Express Cafe ose Nescafe klasik dhe gjithmonë ju do ta përgatisni sipas shijes tuaj. Prandaj me të gjitha biskotat do të veprojmë kështu, duke i lagur në Nescafe ose Express. Edhe kështu biskotat do të zbuten pak, por që është mirë që mos t'i lagni shumë, pra mos t'i bëni shumë të buta,
sepse vetë kafja do t'ju depërtojë dhe do t'kaloj deri në fund të anës tjetër. Vazhdojmë kështu dhe i renditim në tepsi. Pasi unë kam shtruar një rand biskota të tiramisus, vazhdojmë edhe do të hedhim gjysmën e kremit që e kemi përgatitur pak më herët. Kështu kremin do ta përhapim në të gjitha biskotat, duke krijuar një shtresë nga kreme. Pasi përfunduam me kremin, vazhdojmë prap në të njëjtën mënyrë. Biskotat do t'i lagim apo do t'i zbusim në kafe dhe kështu do t'i vendisim në tepsi, duke krijuar edhe shtresën e dytë me biskotat për tiramisut. Vërtet, nëse ju do e përgatisni këtë recetë sipas mënyrës që unë po e përgatis, do t'jeni shumë të kënaqura. Këtë recetë do e përgatisni çdo herë, sepse vërtet ja vlen të provohet dhe përgatitet shumë shpejt, pasi që ne po përgatisim një ëmbëlsirë pa pjekje dhe ëmbëlsirë që vërtet ka shije shumë. I rendisim të gjitha biskotat kështu, duke krijuar një shtresë pra të dytë me biskota dhe pastaj sigurisht mbi biskota do të hedhim edhe pjesën tjetër të mbitur të kremit. Kështu vazhdojmë edhe krijojmë një shtresë të dytë me krem. Pasi kemi shtruar shtresën e dytë të kremit dhe siç po e vëreni, unë po mundohem që ta bëj rrafsh. Pastaj tiramisun do ta la që të ftohet mirë në frigorifer për 2 deri në 3 orë. Dhe pastaj, pasi të ftohet mirë, largojmë letrën për pjekje që e kishim vendosur tek tepsia dhe pastaj mbi do të hedhim kakao. Kjo është receta për tiramisu, një recetë që përgatitet shpejt, përgatitet lehtë dhe sigurisht shija është shumë e mirë. Ju kisha preferuar të gjithë ju ta përgatisni për çdo festë. Kjo ishte receta që unë kisha përgatitur për ju. Nëse dëshironi të shikoni se si duket tiramisuja e përgatitur, atëherë shikoni videon deri në fund. Deri në recetat të tjera, shihemi së shpejti. Nëse ju ka pëlqyer receta, mos harroni të bëni një koment ose një like dhe sigurisht të abonoheni në kanalin tim Ida Roma. Mbeteni të përshëndetur të gjithë.